Tu kemi një gabim, le themi, të zakonshëm që mund ndodhi edhe nga klinikat. Kemi një mas me 4 implante. Implanti fundit lëviz transferta. Për t'ja bërë punën më të lehtë mjekut, do ta derdhim te mas, do t'i bëjmë një xhik dhe do t'i bëjmë edhe një lugë sipër. Kjo si do funksionojë? Mjekut pastaj do i prehet ai xhiku dhe në fund ai do marrë kafshimin dhe do marrë edhe mas funksionale. Në këtë mënyrë kemi heqë një etapë dhe kemi një punë shumë të sigurt.